Goca, përshëndetje, mirë se keni ardhur në një tjetër ditë këtu në kanalin tim. Na falni për pamjen se ndoshta nuk është më e mira, por s'kam qenë në Terezi me thënë drejtën, edhe prandaj nuk e kam hapur kamerën që për 8 marsin, thënë vërtetën, edhe pak dje që kam filmuar pak sekonda. Dje ishte e hanë, po, sot është e martë. Dje isha për të regjistruar për provimin e historisë së Gjermanisë quhet, përkthimi në shqip, po përkthesh më thënë, që kisha shkuar një ditë tjetër dhe që nuk isha regjistruar. Më në fund dje u regjistrova edhe kam një datë për provimin që e kam shumë afër, nuk po e tregoj një herë. Edhe jo këtë muajin tjetër, edhe shqyr gjeta një njeri atje, kam paguar 25 euro, se kështu është, do të paguaj 25 euro, po muaj tani që e mendoj s'më tha fare për datat e provimit që në pyeste. Nejse, s'ka gjë, një muaj kohë kam për të mësuar, ato pyetjet që duhet i mësoj në aplikacion, si që kam thënë, edhe është si për test patente kjo, si teorisë patentës, si makinën. Dhe nuk e di. Nëse unë dje, si që po thoja, nuk kam filmuar fare me, tani më duke bërë një gjellë, nuk kam filmuar fare dje, se bëra një gjë shumë interesante, mbasi bëra regjistrimin për provimin, shkova me shoqet, ula pi një kafe, pastaj nga shkuam pak aty nga qendra tregtare, bleva një dy gjëra që më duheshin, edhe për Zojin, edhe kaq. Pastaj erdha në shtëpi, kam bërë shumë video që më duhet i bëja për bashkëpunimet në TikTok, edhe kam akoma për të bërë, sepse pres porosi, dje më erdhën porosit e tjera, kanë ardhur shumë gjëra të lezetshme për Zojin, veshje, këto janë nga Temu. Do je tregoj edhe këtu, por sot jo, sepse i kam futur për të larë, edhe sa të thahen, do i tregoj një ditë tjetër ndoshta. Tjetër qa bëra, asnjë gjë. Pastaj mbas dite prap, nga ora 6, dola pak jashtë këtu poshtë pallatit me Zojin, se ka shumë qef, edhe nuk rri në shtëpi, ka një moshë tani që duan që të dali, të shikoj, edhe nxora pak gjysmore, i bëra edhe një xhiro me bicikletën e saj. Pastaj në darkë, që nga masditja vonë, në ora 7, më filloi një dhimbje koke, po këtu te pjesa e syve, nuk e di. Ndoshta nga pagjumësia, se normale, nuk është se e bëjmë gjumin siç duhet tani, siç do nën. Edhe unë fle vonë, dhe ky është fuqi im i keq, që unë duhet ta rregulloj këtë gjë. Në momentin që Zoji fle, të paktën mos të rri aq vonë, se unë në orën 12 të darkës fle. Shumë keq këtë gjë. Unë Zojin e vë në 8, okej, hajde, sa të lash ato jenët, bësh ato punët e darkës që ke për të bërë, por nuk fle. Edhe nga njëra anë nuk fle, sepse kam edhe për të edituar video të gjëra që kam për të bërë. Por edhe kur s'kam për të bërë gjë, prap nuk fle. Nuk e di qa huqje kam këte, se mi bu fjalla. Nëse, duhet ta rregulloj, po prap se rregulloj. Se është më mirë, kur fle shpejt, e di që i bën 2 orë gjumë, 2-3 orë gjumë, edhe kur zgjoj Zoj, i ke fjetur pak. Edhe mendoj se nga kjo ka, nuk e di, po më dhimbte kjo pjesa e syve këtu, mami po më thoshte bëj një vizitë, se kot nuk, se kur bëra vizitën e syve, që ndrova syzet në Shqipëri, më thaj doktorin pak, që për tensionin e syve bëj kujdesta, edhe ndoshta do kenë në një gjë, nga jo nuk e di. Aman. Edhe kështu po më thoshte edhe mami, bëj vizita, ndej këtej, jo kështu, jo shtu, kush mere tani me këto këtej, kam bezdi. Edhe shtyqyr tani sikur jam shqetësu pak, edhe Zoji në ka zënë gjumin, edhe unë tani jam duke bërë një gjellë me patate, me perime, me karota, me kungull, ashtu brokoli, dhe kështu njerëz, kështu gocat e mia.
sot nuk dolëm, edhe nuk besoj se do dalë, vetëm po dola mbas dite që ta nxjerr pak zojën në një xhiro. Se në fakt edhe koha nuk është shumë e mirë. Sot jo se është ftohtë, se temperaturat pothuajse njësoj janë, 15 gradë maksimumi, por e ka dhënë përshi në fakt, pak më vonë. Edhe nuk e di të shikoj do dalë apo nuk do dalë, e kam çik shumë me dyshje. Vetëm po nxora pak zojën këtu poshtë. Po të zora pak zojën të poshtë. Shiko, unë i gri këtu perimet, kjo është super e thjeshtë, goca, do me thënë super praktike. Nëse keni parë si kjo e blini sepse ju shpëton, sinqerisht, 3-4 orë duke i grirë me dorë, kur i fut këtu e mbyll me këta dhe grihet. Sidomos për qepët që djegin njerë, s'kam se djegin me qepët. Edhe dhe kështu, tani duhet të mësoj edhe për provimin. Përshëndetje goca nga një ditë tjetër këtu në kanalin tim. Më syzoj? Jo. Atëherë, unë sa po kam marrë në shtëpi, siç kuptohet jam e lyer, sepse dola, bëm atë xhiron kafen ton të përhershme, por po e hap kamerën pak sot, pasi nuk ju kam treguar disa gjëra që më kanë ardhur. Thash, okay, po t'rregoj dhe gocave këtu në YouTube, se ndoshta ndonjëra ka dëshirë ta ketë, ta blej, edhe pse jo. Gjëja e parë që më ka ardhur është kjo, prisni. Është kjo pajisja, goca, që është për kjo bën të mundë vibrimin e trupit, do me thënë të dredh, kështu po, komplet, hipën këtu në këmbë, edhe kjo shërben për stimulimin e muskujve, për masazh, gjithashtu thot që mund edhe të ndihmojë në uljen e peshës, do me thënë peshës trupore, por që të bëj kjo të mundur këtë, duhen edhe disa ushtrime që bëhen bashkë me këtë. Por më së shumti, për mendimin tim kjo shërben sidomos për ato moshat e pak më të mëdhaja që ka nevojë që nuk bëjnë shumë lëvizje. Unë për vetë këtë mendoj t'ja jap mamit tim, edhe është super e mirë. Por për mënyet limfatike që janë, do me thënë, është e mirë, nuk është se është e keqe. Kuptoni, por unë nuk është se kam shumë kohë ta përdor këtë, me thënë të drejtën, plus kësaj dua t'ja jap mamit. Është e mirë kështu, nëse bën ushtrime edhe ku e di unë, mendoj se kjo është goxha e mirë edhe për humbje peshe, por unë nuk është se bëj ushtrime te kjo, edhe nuk kam kohë të bëj ushtrime te kjo, sepse kam diçka tjetër që dova t'rregoj, që më ka ardhur edhe ajo për të bërë ushtrime. Këtë mendoj t'ja jap mamit, kështu që nëse mendoni për t'i dhuruar dikujt diçka që për shembull e vën në lëvizje trupin, kjo është super e mirë. Tani, siç po ju thoja, mua më ka ardhur edhe kjo. Këtu kam gjëra të tjera të kësaj. Kjo është për që unë bëj ushtrimet. Hapet kjo, prisni ta hap, to a tregoj tamam. Hapet kjo kështu. Besoj se keni parë në internet, ja, se pas kam mbyllur unë këtë që mbrëm. Se s'mbyllet? Nice. Është kjo, goca, që këtu mund të bësh shumë ushtrime të ndryshme. Shikoni, unë zakonisht bëj këta që çon këta kështu me këmbë, me duar, muskuj barku, e do me thënë mbështetesh këtu, sipër, edhe bën muskuj barku, e shtyn me dorë, këmbët i këtej, është shumë e mirë, me thënë drejtën. Dhe ka edhe, siç po thoja, bashkë me këtë më kanë ardhur edhe disa vegla të tjera të kësaj, të cilat mund të bësh ushtrime si rip ose elastik, quhet elastik, që e vë këtu, do të thënë është elastik me duar, që ngre duar, që bën ushtrime me duar, njëra këtej, është edhe një tjetër, është kjo, prisni. Është edhe kjo që mund të bësh, ja, është edhe kjo që e vë aty, edhe bën si tip squati kështu, ulje ngritje me këtë, e vë këtu mbrapa dhe bën ulje ngritje. Nuk e di, besoj se do keni parë në internet se po qarkullojnë shumë këto kohë. Tjetër gjë që kam marrë, që më ka ardhur këto kohë, se nuk ju kam treguar fare. Prisni, shikoni pak sa tavolinë e bukur që më ka ardhur. Se po va tregoj kështu, prisni.
Kjo është tavolina, nuk e di aty ndoshta duket shumë e madhe, por nuk është shumë e madhe. Dhe këtu poshtë është kështu. Është super praktike goca dhe nuk është shumë e rëndë me të drejtën, sepse un kam këtë të zezën këtu, por kjo është goxha e rëndë edhe mezi e komandon, që ka bërë çik pis ajo. Dërsa kjo është edhe e bukur, por edhe e komandueshme. E kam kombinuar me pjesën këtu të televizorit, ku është televizori, që e kam kështu pak a shumë si kjo ngjyra. Tani, ajo që dua unë t'ju tregoj është, nuk e di, mendoj se këta goca duhet ta blini me se s'bën. Është super, më ka ardhur dje, shikoni pak, prisni. Është kjo këtu, kjo pajisja këtu është nona për të bërë lëngje bio me fruta, nuk e di me çfarë keni ju dëshirë. Është super e mirë. Këtej dalin ato pistliqet themi, këtej nxjerr lëngun, por e nxjerr lëngun tamam si lëng kur shkoni në për këto marketet që bëhen lëngje ose që bleni lëng jo shumë i trash, domethënë e nxjerr këtej atë mishin që ka brenda. Këtu nxjerr vetëm lëng. Nuk e di, un jam super e kënaqur edhe këtë duhet ta keni, sidomos nëse keni fëmijë të vegjël. Tani në verë një herë, unë besoj se këtë do ta përdor shumë me frutat. Dhe jo vetëm, edhe perimet për shembull nëse bën ai smoothie në gjë. Kjo është super e mirë. Me thënë të drejtën, kjo kushtonte 120 euro më duket, dhe maksimalja ishte 130, jo më shumë se 150 euro. Nëse nuk do ta kisha bashkëpunim, sinqerisht unë do ta kisha blej një si ky, se është super i mirë. Unë goca kam edhe këta, besoj se si kjo duhet kenë shumica, kanë gjithë besoj. Se më këtë kamera, kam edhe këta si që thash, por nuk është se e bën lëngun ashtu si që duhet, e keni parasysh jo si mund ta bëj, e bën të trash, jo shumë të, ku e di unë, të mirë për gojën, e kuptoni? Kurse kjo që ka marrë tani është, nuk e di, është mrekulli, domethënë është shumë e mirë, sinqerisht. Tani, këto janë pak gjërat që unë kam këtu. Kam marrë edhe këtë lodrën e Zoit. Është shumë e mirë kjo për fëmijët. Kjo këtu, që ngjiten këtu për shembull, se Zoi ka ngjitur, nëse këto figurat janë me ngjitse, edhe ngjiten. Shikon kafshët, e ka edhe me figurat të tjera, unë jam ora me kafsh. Që më ka ardhur tjetër, veshje, kur të më vinë të gjitha, besoj se nëse nuk harroj dua t'rregoj në fund të videos kur të bëj mbylljen e këtij vlogut, domethënë vlogut komplet. Edhe shikoni, unë i bëj ushtrimet tu, kur bëj ushtrimet e kjo biçikleta, edhe këta në TikTok Shop e kam marr, por e kam marr vjet këta. Dhe nëse goca dëshironi ndonjë nga këto produktet, shkoni te profili im në TikTok, Romilda, me 2A, 10, edhe e keni linkun këtu në profil juve, edhe atje tek videot e mia, gjithmonë në krahun e majt, të shikoni një shport portokalli që nuk e di, ndoshta edhe nuk ju del, sepse ndoshta TikToku nuk shet atje ku jeni juve, nëse ju del, shikoni, pse jo? Ju e dini, unë nuk u anxis, unë thjesht tregoj eksperiencat e mia mbi këto produkte dhe që më pëlqejnë, edhe nëse ndonjëra nga ju ka dëshirë, pse jo, për shembull. Se edhe unë nëse do isha që nuk do bëja këtë punë, do më pëlqente shumë që të dëgjoja për shembull për ndonjë produkt që ndoshta më intereson, por nuk e di se si është. Edhe këtu në YouTube nuk është se merret për bazë bashkëpunimi, e kupton se ato janë thjesht në TikTok. Por unë ua tregoj, me qenë se këto produktet ja vlen, se mund edhe mos e tregoj, e kuptoni, nuk është se e merr dikush për bazë këta që unë po bëj këtu në YouTube, nuk fitoj gjë. Unë e bëj nga dëshira ime për juve, nëse juve keni dëshirë normalisht. Edhe kështu njerëz, këto janë tani. Unë nuk e di sa video do bëj, pasi duhet të mësoj pak për provimin që kam për të dhënë, atë të provimin e historisë së Gjermanisë. Mbrëm në fakt u mundova pak të mësoja tek ai aplikacioni siç ju thash, por që nuk e di pse e kam pak të vështirë, pasi atje janë thjesht pyetje direkte edhe
to që do bësh alternativat me zgjedhjet, edhe më duhet që ti shkruaj, edhe do shkruaj pyetjen me përgjigjen e saktë që të paktën ti mësoj, çka ka kamera, që të paktën ti mësoj kështu, sepse nuk fiksohen ndryshe, ato janë 300 pyetje, unë do t'i kaloj, nuk e di të shoh si do mundem t'i mësoj, ose do t'i mësoj 10 nga 10, i kthehem 2-3 herë, nejse, kam pak me stres me thënë drejtën, nuk na la provime gjithë jetën, vetëm provime. Gjithsesi, duhet ta bëjmë edhe këtë, dhe pastaj kismet shohim për provimet tjera më vonë, po bëjmë ndonjë shkollë tjetër, kismet, jemi mirë një herë, bëjmë mirë këtë, edhe të shohim inshallah e marrim, edhe pse nuk është se kam shumë shpresa, nuk e di pse. Se edhe për një muaj, një kohë shkurtër është, edhe thush vërtetën, do thoni ju, kohë. I bie që të mësoj vetëm darkë, sepse ditën unë nuk mundem, unë ditën tani ja flet gjumë zoj 2 ore ze maksimumi, unë duhet të merrem me punët e shtëpisë tani, edhe pse shumicën do me thënë të punëve të shtëpisë, shumicën them kur flas për shkundjen e gjitha e bëj në fundjavë, çdo fundjavë, ndërsa gjatë javës unë fshin ajo, nusja, por prap rrëmujat, gjërat që bëhen, jo do gatuash gjitha, jo do bësh dhe video, se tani nuk mund t'i lesh pas dore, edhe punën që ke online, se tani puna është kjo, s'dum neve, puna është, se nuk t'i sjell njëri kot gjërat, edhe nuk është se kam shumë kohë me thënë drejtën ditën, ndërsa ndarket, me qenë se ajo fle gjumë, edhe do mundojmë që të mësojnë në darkë, po edhe ndarkët duhet që të shplodhësh, sepse Zoi ka raste që zgjohet si mbrëm që zgjohet 2-3 herë nata, jo 2 herë, 3 herë po një herë kështu, po. Okej, ka raste që çohet një herë, si fëmijët më, si bebet, por nejse, do ja dalim, do e bëjmë edhe këtë gjë, do e bëjmë. Unë tani po e mbyll pak kamerën, edhe do me ta purë kështu që kam. Ca video, ca gjëra, në zezë, edhe do shifemi prapë, se di të shohim që gjëra interesante do kemi. Të shohim goca. Koha e mirë sot për momentin, do me thënë ishte diell. Tani mas dite ka dhënë sikur do vrentet, edhe ka dhënë për shi nesër, më duket 1-2-3 ditë. Nesër apo pas nesër, një ditë, edhe pasaj ka dhënë një ditë sikur do hapi, pasaj ja 3-4 ditë shi, kështu është tani. Shi diell. Edhe ishte qik freskët në fakt, por gjithsesi, i ka tani se shumë e zjata. Goca, është ora 11 e darkës, sot nuk është se bëra ndonjë gjë tjetër interesante përveç atyre gjërave që ju tregova. Tani do iki do shtriem, Ilirin e ka zënë gjumi, duhet heq edhe këtë maskën që kam 1 orë ca që e mbaj, sepse nuk e mbaj dot natën për shkak se zgjohem nga Zoi. Wow. Edhe kam bërë sot 2 herë atë bicikletën. Nejse, ato aty që pat, nuk dhe e vutore ato kartonat aty, jam mbledhur shumë kartona, se më kanë ardhur porosi tjera, do ua tregoj nesër, se nesër mbas e vjen ndonjë tjetër, edhe do ua tregoj nesër, kismet. Të bërëm tjetër neve, si gjë ditën me Zoin, madje rri aty te dhoma ku është ai tapeti te dhoma që s'ka mobilje, domethënë, e kjo para dhoma si mund ta quash, sepse nëse rri me Zoin, nëse unë rri në divan, Zoi vjen në divan, hipën lart divanit fare, edhe nuk dua që të bjeri, se nuk rri me ajo tani, edhe kur rri këtu unë, ajo vjen aty los me lodrat, edhe ecën. Nuk e di, sua kam thënë unë juve, Zoi ka filluar të eci, që kur bëri 14 muajshe, pa atë ditën, 18 tani ka filluar të eci, edhe o zot që emocioni. Nuk e keni ide sa kënaqem kur e shikoj ashtu.
Normalisht vërzohet ndonjëherë se sa të mësohet tamam, plus nuk shikon kurrecën, keni parasysh që keni fëmijë, por nuk pas ka ndjesi më të bukur, nuk pas ka ndjesi më të bukur, sinqerisht. Është shumë, edhe dua vetëm ta filmoj, ta regjistroj kurrecën që t'i kem në telefon dhe t'i shikoj her pas here, se do rritet edhe nuk do jenë me këto gjëra. Edhe kështu, dje na vrau pa kokën këtu, se nuk u kam thënë, u rëzua këtu, u enjt pak, po e bëra me gjalp, se kështu më kanë thënë, kam dëgjuar që gjalpi të ndihmon, edhe vërtet që e ndihmoi, nuk është se ju enjt shumë, me thënë drejtën, edhe nuk e është nxirr shumë pak, e ka pak fare si të kuqe, se normale se u vra goxha, me thënë drejtën. Edhe kështu, po më dhëm pak barku, ndoshta nga që bëra atë bicikletën aty, dhe u tregoj se kam marrë një pajisje nga ato që bëj flokët me onde. Nesër, tani të çoj Ilirin në gjumi, se e ka zënë gjumi në divan, edhe do shkoj do shtrihemi, sepse unë jam shumë e lodhur tani. Isha duke bërë bicikletën edhe duke mësu për ato pyetjet që kam për provimin që do bëj. Edhe tani po më duket më i lehtë, me thënë drejtën, sepse kam filluar i përkthej pyetjet, edhe kur i përkthej pyetjet edhe me logjik, do me thënë, kam bërë goxha pyetje të sakta i kam gjetur, me thënë drejtën, dhe vetë jam habitur, por nuk është shumë i vështirë sipas meje deri tani, edhe pse deri dje mendoja që ishte i vështirë, por tani që bëra përkthimin, edhe që do t'i mësoj, edhe duke mësuar, duke ditur edhe shqip, mendoj se do e marr, nuk e di tani. Nëse ke mundësi ta japësh, nuk e di sa herë, edhe nëse se marr të radhë, nuk do ta vras shumë mendje, po të mvi natë e di, por duhet ta marr. Edhe isha duke mësuar deri tani, kam bërë gjithave screenshot me telefon, çdo pyetje me përgjigje ndaç e saktë, ndaç e gabuar, që ta mësoj të fiksoj pyetjen me përgjigjen e saktë. Edhe shpar, kur fjeti Zoi, se fjeti janë 2 orë të mira, ajo ndreket 2 orë e pak, me ata isha duke u marrë, duke mësuar ato pyetjet, edhe kështu njerëz, nuk kemi dalë sot sepse ka qenë ftohtë. Sot ka qenë goxha ftohtë, me thënë drejtën. Edhe nesër do jetë më ftohtë, do jetë deri në 5 gradë më duket. Edhe sot i kemi ndezur ngrohëset prap, pasi unë i kisha fikur se mbajti koha që ishte diell, pse kot. Sot i ndezëm. Do me thënë të dhoma kurrim, të dhoma gjumit normale, dihet. Edhe kështu. Kështu njerëz, unë po e mbyll për sonte, ju uroj natën e mirë, është qik vonë tani, edhe nesër e shtun, kismet i rrit, shohim që do bëjmë, po s'besoj se do bëjmë ndonjë gjë shumë interesante, se edhe nesër e ka dhe në përshi, madje edhe më ftohtë, edhe në shi e kam bezditë të dalë me karrocën, se Zoi nuk e mban fare atë plasmasin, edhe që të bëjmë, nuk dalë do që të maj plasmasin, të maj Zoina, të maj qadrën, Liri nuk e di do jetë në punë deri në dreket. Nëse të shkojmë, që do bëjmë nesër, do shkojmë thjesht, do bëjmë market, edhe do gatuajmë, do presim porosit, do merremi me Zoin, dhe kështu njerëz, si për herë. Tani i kam me vërtet ju përshëndes, edhe ju përshëndes, natë në mirë, Mila. Duket sa e lodhur jam. Ju uroj natën e mirë për sonte. Shifemi nesër, natën goxha. Mirëmëngjesi nga një ditë tjetër goca. Ua sa e rëndë është kjo. Sot është e shtunë, edhe ne ishim në market, bën pazaret tona ato që na mungonin. U lodha, bëra një porosi, dërgova një që duhet ta kisha dërguar për të posta, që ka bler dikush në Vinted, nga të mijat, edhe tani duhet të shkarkoj këto, vendosa Zoin në gjumë, se nuk ka fjetur që kur është zgjuar në ora 6:30, duket, apo 6, nejse se më mend mirë,
Dhe tani do rregullojmë, do ju tregoj se çfarë kemi marrë në market. Ishim edhe tek turku. Kjo është qepa që e ka nxjerrë Zoi se kishte qef ta fuste ngoj. Tani, te turku morëm këta simite. Këto simitet e turkut janë shumë mira, që kur isha atëherë në Turqi unë i haja dhe tani i marrë te turku. Ka edhe te Aldi ose te Lidli që janë si simita ato të bardhat, nëse i keni vënë re goca, ju që jetoni këtej, por nuk kanë këtë shijen e këtyre. Ato janë të ëmbla, ato që shohu nëpër Aldi e nëpër Lidl. Zoi ka qef edhe i gënjej në makinë me këtë edhe. Te Lidli mora këtë fesin e gjumit të Zoit, sepse ishin goxha lirë, 7 euro, edhe thash, ok, po e marr, edhe pse kjo është e madhe, s'ka probleme, ka për vitin tjetër, domethënë. Kjo është për 18 deri në 48 muajshe. Por mua më pëlqeu shumë materiali, se është kjo firma Lupi Lu, dhe me vërtet kjo i ka gjërat shumë të mira. Unë nuk e di, unë marr shumë këtu te kjo. Domethënë nga kjo firma, nga kjo marka që nxjerrin nëpër markete. Shikoni, është e madhe. E ka tamam Zoi ta ketë për rohut. Nuk është shumë e trash. Normalisht është për kohën që, po gjithsesi ne ndezim dhe ngrokset edhe e mban edhe si ndimër edhe në verë. Edhe më pëlqen se është me zinxhir që mbyllet tu poshtë. Mos t'i qëndroj këtu lart. Është e madhe. Këtu më duket foto mund. Por 3 lirshëm. 3 lirshëm. Mora këtë, do thoni ju pse nuk do dalin deri atëherë. E dini ju që këto shiten shumë shtrenjtë, se i marrin gratë për fëmijët, se është material i mirë, edhe po të shkosh nëpër dyqane, janë shumë shtrenjtë thasët. Domethënë ky thesi kështu që është si jo shumë i trash, 18 euro po njëherë. Ose hajde 15 mund ta gjesh, por mbi 10 euro, është fakt i kryer. Mora te Lidli limona, se nuk ishim me limona. Mora brokoli, unë kam brokoli aty, por po mendoj që një ditë të bëj si tip qofte me brokol. Do me thënë, të shoh, do ta bëjmë këtu bashk, se u bë shumë kohë që unë nuk është po bëj ndonjë gjë. Më përpara bëja në i gatim kështu të veçantë të themi, kurse tani nuk kam bërë shumë. Por do mundohem që të bëj, për shembull do bëj si tip qofte me brokoli, do ta filmoj këtu edhe do ta shikojmë si do t'i bëj. Inshallah nuk harroj. Domethënë inshallah nuk i konsumoj brokolit ashtu. Mora një pesto. Unë i kam shumë qef me makarona, i liri nuk është se ka dhe shumë qef, por kjo është e mirë edhe kur lyem bukën goca, për shembull që mund të bëni si tip, ku e di unë, ose merrni në ato petët, mund t'i lyeni me këta, i mbushni me gjëra, është shumë e mirë. Me domate, me kështu. Mora dardha. Mora mrule shtrydhe. Ishin goxha shtrenjtë, po tash hajt pa e marr se jap dhe Zoi. Morëm këto. Speca të kuq. Kam edhe 2 aty, por i konsumojmë ndonjëherë të specat. Bëj edhe kam bërë një ditë, nuk e di e kam filmuar, po se besoj, kam bërë një ditë ta jam. O i gjithmonë ja harroj emrin, qumësht, kur ta kujtoj do të them. Qumësht, ajo që bëhet me specat kuq. Ora mild, trasha. Nejse. Te Lidli, prap nga kjo Lupi Lu, mora çorape për Zoin, pasi Zoi tani nuk është se nuk po veshim me ato çorapet e trasha fare, ajo ka të holla, si i pati vrur halla ime, dhe ato po mbante, por nga që i ndron për ditë, ose ka raste 2 herë në ditë, e kuptoni? Edhe, por, thashim, i mora se duan çorapet, gjithmonë duan. Kam edhe të tjera, po ato të tjera që kam vetë, i kam qik të mëdhaja, edhe nuk kam për tani, edhe i mora dhe këto. Një proshut, mora sheqer,
portokalle, se do bëjmë lëng portokalle tek ajo makineria që ua tregova në Vran. Vran ua tregova? Se di karota, nuk ishim, morëm dhe karota. Karotat i konsumojmë shumë neve. Do me thënë, unë sa herë që gatuaj gjellë, do t'jetë karota, ose kur i gatuaj zojnë dhe një gjë, ose nuk e di, i konsumojmë. Prandaj mora shumë. Kështu kungull. Kungullin e bëra dje, bëra supë dje, me kungull, me karota, doli shumë e mirë, me perime do të thënë, kungull, karota, i qik patatet e ëmbël, i kishte qep, doli super. Mora një makaron, pene. Dhe të turku goca, kemi marrë këto plencat, kemi marrë 2 kile plenca, se i liri mbaron mas këtyre. Më mirë hakta thot se sa mishin. Është shumë i mirë. Vërtet që është shumë i mirë plenci, ta zjesh supë, ta zjesh shumë, unë ashtu e bëj, e zjej shumë do më thënë, në mënyrë që kur e pret atë, pritet kollaj fare, e keni parasysh ju, edhe e bëj me vezë në tigan, skuqur, o si bëhet me vezë, e lyej me miell misri, e kam treguar një herë duket, është shumë i mirë, shumë i shishëm. Mund ta bëjnë edhe gjellë, nuk e di, nuk e kam provuar me thënë drejtën, se më thanë që bëhet i mirë edhe me gjellë. Do ta mendoj ndoshta ta gatuaj këtë javë, ta bëj me qep edhe këtaja. Do mendoj ta bëj. Po mendoj që ta bëj një herë gjellë. Meqense ndonjëherë ka raste që nuk dim çfarë gjellë të ham. E keni parasysh këto gjëra? Tash okay. Këtu besoj se duhet jetë po. Jo. Po, këtu kemi mish për gjellë, që është kastile, pa kocka, pa si gjë. Këtu kam marrë fileto pule. E mora të turku se është më i freskët, edhe plus është më lirë se tek marketet. E marketet janë mbi 10 euro qëllojnë kilja e këtyre. Kurse të turku ishte 8 euro. Edhe këta kanë rritur se kam pas më të lirë më duket. Këtu kemi marrë zemra dhe mëlçi për zjerë bashkë, 1 kile. Se edhe këto i gatuajnë ndonjëherë me ndonjë gjë kështu, çfarë bëhet. Këto ishin gjërat që kemi marrë, goca. Iliri ka për të sjell edhe peshk, por tani besoj se i vjen më vonë. Edhe sot do gatuajmë, sot do ham peshkun për drek, edhe për dark do bëj planca. Unë dark nuk është se konsumoj shumë me thënë drejtën, ose konsumoj darkën shumë shpejt, edhe mbas edhe nuk ha ndonjë frut në një gjë, meqense kemi marrë edhe fruta, do i bëj vetëm Ilirit ato, se çdo të shtunë kemi program që Iliri ha planca darkët, me që kemi dhe bigun kështu, të bëjmë muhabet ato aty, si tip iman aty si, me thënë, më shumë si mezet themi, edhe i konsumon, me na i birë në i gjë. Tani, duhet i sistemoj këto, edhe duhet të përfitoj nga rastit, shpim mira kam, nuk ose kam rëmuj se sa u zgjuam mëngjes, dolëm verë dërgova atë porosin, edhe do sistemoj këto, pastaj duhet të nxitoj sepse kam përbërë një 2 video për TikTok që i kam bashkëpunim, edhe do shikoj se qa porosish do më vinë apo jo, do të tregoj edhe juve, do rregulloj flokët, se do t'i bëj me një që bën me onde që më ka ardhur, por duhet ta bëj një herë atë reklam, themi, video, edhe do a tregoj edhe juve, kështu njerëz, kështu gocat e mia. Edhe sot ishte shumë ftohtë me thënë drejtën, është shi, po bie shi, edhe është goxha ftohtë, 2-3 gradë është tani, deri 5 gradë ka dhënë, po 5 gradë aq 1 orë mund të bëj 2 orë mas dite, por ishte goxha ftohtë edhe shi. Edhe nuk do dalim neve me Zojën, do rrim në shtëpinë, edhe do rrim në shtëpi domethënë. Kaqni për sot, kaq. Gjithsesi do shifemi pastaj, për momentin po e bëll sistemoj gjërat. Dhe më thoni nëse edhe ju, do me thënë, kur të postoj video, më tregoni nëse edhe ju i bëni pazaret më së shumti në fundjavë, apo gjatë javës,
Ore, ne sa herë shkoj market në gratë, nuk e diu se nana dalin gjithë të gjëra për të marrë. Shkojmë për një gjë, marrim 10 gjëra. Çfarë ka smundje? Çfarë ka smundje? Hej goca, tani dua të bëj recel për Zoin. Kam një 2 ditë që kam marrë te deka këto frutat e pyllit dhe po mendoj që t'i bëj recel vetë Zoit me pak mjalt edhe ndoshta jet fare sheqer, pudër, nuk e di të shikoj. Unë mjaltin ja kam provuar të Zoit, ka ngrem pak mjalt, me thënë drejtën, dhe nuk është se shqyr nuk e ka gjetur gjë. Të shikoj një herë, me të parë, me të bërë. Si fillim, do hapim këto dhe do t'i pus të kjo, si këtë nxerja vogël, këtu. Tash, okej, me qenë se i kam, se i mora, t'i bëj për Zoin, kështu që i bëjmë tani. Me qenë se është në gjumë akoma, ne hëngrëm drejt, sa po mbaruan, sistemova pak të enët, ja ku janë frutat këtu, janë në frutat pylli. Si kam provuar si një herë unë këto kështu, qesh, i ka shije këto kështu të këto? Shumë të ka marrë shije në njëri tjetëri këto, në sa vëre unë këtu. Se s'merri si shije lulli shtrydhe. Do thoni ju mu të bëjë me fruta kështu. Shikoj një herë, nëse kështu na del mirë, provojmë dhe me frutat, tamam fruta. Prit një du t'i provoj, këto jam kurioze. Kjo që është? Në shtryt, këto të boçklat. Nuk është se kanë mbërësirë. Do jetë shumë pak ujë, 2-3 lugë, do e mas me lugë. Se këto lëshojnë vetë, do të qenë se janë të ngërira. 1 lugë, 2 lugë, 3 lugë. Dhe do t'i vendos në sot tani këtu. Do i vem me të ngadalt, jo shpejt e shpejt. Bëra të gjitha këto, sa ishin aty. 100 gram kishte kjo, së të bërare, 500 gram, gjysëm kile. Okej, mirë. Vete 5 e gjysë. E mira është që ta mbuloj pak këte, po çështja është që s'kam një kapak të vogël. Do i laj herë që të shkrin, që ta pin dhe ato ujin, që do lëshojnë, edhe pastaj do i hedh, kam kështu mjalt bio, mendoj të jetë 1 lugë mjalt, edhe ta shikoj pastaj sa e ambël do jetë. Sa për shije, nuk po i hedh këtë pudrën e sheqerit, më mirë të jetë mjalt më e shëndetshme. Tani presim të zjenjë frutat, të pinë lëngun. Shihni? Me mama. Të pëlqen? Haje. Zoi e aprovoi recelin, e pëlqeu. Bravo mama, të bëf të mirë. Drita ime. Goca, ja ku është receli që bëra për Zoin, ka dalë shumë i mirë. Ka ish doli, por s'ka gjë, herën tjetër të marrim më shumë.
Po gjithsesi, për 3 ditë e kam mirëzoj këtu, për një 3 ditë. Ta rëqenin e zojt duhet ta fusme në e vend. Ma bëri burri. Faleminderit zemra. Të bëftë mirë. Do ta pim pastaj prit. Ta tregoj çik po. Ta pus për gërfër që 3 fëtot kjo. In 600 meters, merge onto Vibachtalstrasse. A le marrim kështu radhë këtu. Që nga bosh. Shumë pak paska. Kur kemi marrë njërë tjetër ka qenë më plot.